Me synimin për të qenë gjithnjë sa më afër konsumatorëve shqiptar, rrjeti elektronikës GoTech është zgjeruar më tej. Këtë 20 dhjetor GoTech hapi dyqanin e 27. I pranishëm në inaugurimin e dyqanit më të ri në një nga qendrat më të frekuentuara në kryeqytet ishte presidenti i kompanisë Armand Duka. GoTech Electronics sot hap dyqanin më të ri në Prestige Home Center për të ofruar produkte cilësore me çmime shumë të leverditshme. Ofrimi një shërbimi të shkëlqyer, marka ndërkombëtare me teknologjinë më të fundit dhe mundësia e blerjeve me këste e shumë të tjera e bëjnë blerjen në GoTech një zgjedhje të zgjuar. Përgjatë këtyre ditëve produktet vijnë me oferta të mira dhe gjithashtu nuk do të mungojnë dhuratat për 50 blerësit e parë. Televizor Haier 50 polsh 29.990 lek, iPhone 17 Pro Max 139.990 lek, frigorifer Samsung 39.990 lek, hekur Philips me kaldaj 9.990 lek. Alternativa të mira vijnë edhe për të gjithë ata që duan të blejnë me këste. GoTech ofron 0% interes, si dhe 5.000 lek të reja ulje në kas për çdo blerje dhe kjo gjë ekskluzivisht vetëm në GoTech në Prestige Home Center. Ju mirëpresim. Do të shikojmë këtë televizor e kishim atë mendjen. Unë erdha për të blerë iPhone, në fakt po me çmime që pak do blej edhe një lavatriçe që ishte me një super çmim. Një sopë, edhe një thekse, buke, edhe një hekur. Rrjeti dyqaneve GoTech Electronics është një nga kompanitë lider në treg dhe tashmë është prezent në të gjithë Shqipërinë me 27 dyqane.